Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Itali, do të flasim me avokatin Adrian Hila për zhvillimet e fundit në lidhje me atë që po ndodh me hetimet dhe çfarë është zbardhur nga dëshmia e tiriut të Filipinas për vrasjen e vajzës shqiptare Ilaria Sulea. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Për sa i përket vrasjes, është një fenomen për fat keq shumë i përhapur ose këto të fundit në Itali, përveç Ilaria Sulas, këto ditë ka ndodhur dhe një vrasje tjetër dhe duhet të themi që pikërisht dje i arrestuari, i cili është marrë në pyetësor nga gjykatësi i hetimeve preliminare të vendit ku ka ndodhur ngjarja, ka folur për 5 orë dhe ka dhënë detaje. Disa detaje mbi çfarë ka ndodhur atë natë. Flitet që ngjarja, vrasja ka ndodhur në datë 25, mbas hetimeve që informacionet që kishin hetimet në fillim dhe trupi është rënë në datë 26. Nga pyetësori që ka zhvilluar dje i pandeuri, më saktë i hetuari, ka treguar se ngjarja ka ndodhur në mëngjes në datë 26 të mars dhe ka spostuar datën ka dhënë disa detaje, cili shkaku nga informacionet që kemi ne tani është shkaku i ngjarjes ka qenë xhelozia, siç nga këto informacione paraprake që kemi ne. Lidhja mes tyre ishte djemtëri, ka njohur jo më shumë se një vit pak shumë në McDonald's. Ilaria ishte studente në shkenca statistike, ndërsa Mark ishte student në arkitektur dhe ka lidhur një lidhje bashkë. Kjo lidhje, siç duket, pak kohë para se të ndodhte ngjarja, ka qenë duke u prishur për faktin sepse Ilaria donte nga informacione pikërisht që ne kemi të linte Markun, ky nuk pranonte. Në datë 25 Ilaria është Ilaria është ka vajtur tek shtëpia e Markut për t'i dhënë disa sende të tija. I ka lindur debati, ka ndenjur aty atë natë dhe nga që siç duket kanë diskutuar deri vonë, nuk ishte më linja autobusi dhe ka vendosur të flej aty, sipas tregimit që bën i pandeuri. Ka fletër aty të nesmen i pandeuri nga pyetësori që ka zhvilluar, ka thënë që i ka quar mëngjesin Ilaris dhe aty ka ndodhur ngjarja, mbasi ky Marku ka parë disa mesazhe që Ilaria shkruante me dikë tjetër. Nga xhelozia i ka ngulur 3 thika në qafë dhe ka fshehur trupin, duke njollosur skenën me gjak edhe ka fshehur trupin duke hedhur më vonë në një humner ose afër ku ai zakonisht shkonte bënte vrap. Cilat janë avokat, për të vazhduar rrëfimin, duket se nuk ishin vetëm një xhelozi, po xhelozia ishte dyfish sepse me atë që kam lexuar nga mediat italiane, edhe nëna e autorit të dyshuar ishte kundër kësaj lidhje, pasi sipas dëshmisë së saj, duke cituar mediat, një lidhje me Ilarian mund ta shpërqendronte djalin e saj nga studimet. Po, të konfirmoj që nga informacionet pikërisht që ne kemi të afërmi, përveç faktit xhelozisë, ai ka shpjeguar rastin e vrasjes dhe pse ngeli shumë dyshime për të sqaruar se çfarë ka ndodhur atë dhe ndyshimet pikërisht duke lidhur me atë që ju më thatë, dyshimet që prokurorisë dhe policisë gjyqësore i vijnë janë pikërisht fakti i prindërve, roli i prindërve në atë natë, sepse prindrit siç duhet kanë qenë në shtëpi atë natë dhe e ama si thotë që nuk ka dëgjuar asgjë.
Tani është çike pamundur që të jetë dhoma gjitur. Pikërisht, përveç kësaj janë disa rrethana që nuk bindin, jo vetëm roli i prindërve, dhe fakti që versioni që ka dhënë i pandehuri dje në interrogim dhe pse ka pranuar që e ka vrarë ai dhe me thik, ka thënë që mbas vrasjes tapeti është njollosur me shumë gjak, ka gjetur disa rrecka për ta mbuluar, për ta pastruar, e ka futur në 2 thas plastik të zinj, e ka mbyllur në valixhe dhe e ka hedhur në këtë vendin ku ai larg Romës. Për sa i përket gjëja që nuk i bind prokurorin dhe policinë gjyqësore në këtë është fakti sepse valixha dhe thasët plastik që janë gjetur dhe makina të cilën ka transportuar nuk ka pas një shenja njolle gjaku. Është e pamundur që një krim kaq i makabër plus po dhe e ndodhur pak orë përpara që mos lejnë shenja. Ky është një faktor që këtu futen skenarët. Po. Tu futen skenarët se si ka ndodhur ngjarja dhe duke thënë që janë në hetim sipër, kështu që gjërat mund të ndryshojnë shumë. Fakti që ai ka bërë, si thon, ka pranuar fajin, sigurisht është një linjë defensive i këshilluar sepse normalisht edhe nga avokati i tij për të evituar si thon burgim të përjetshëm, por nëse nga hetimet del për vetë faktin që ka qenë me rastin e parandamandim, po ka qenë dhe përdorimin e një thike, ai mund të normalisht mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Po normalisht këto janë hipoteza, të cilat mund të përcaktohen më mirë mbasi janë mbyllur hetimet. Tani janë vrasje me Ju lutem. Vrasje me agravanti që kanë dhe okultim kufome. Kjo është akuza që është për momentin. Pastaj duhet të shikojmë se si do vijojnë hetimet dhe cilat do të jenë akuza përfundimtare kundrejt Markut. Mi lutem. Avokat, ka dy dyshimi. Dyshimi i parë është njëherë si ka mundësi që një ndarje me debate, ndërkohë që pavarësisht kësaj, Ilaria shkon për të takuar në takimin e fundit, shkon më tej në shtëpinë e tij, por edhe më tej qëndron aty së pari, pra që tregon që pavarësisht se nëse do kishin marrëdhënie të acaruar që mund të kishte prekur fundin, nuk do shkonte deri në shtëpinë e tij dhe qëndronte aty së pari, dhe së dyti, avokat, ajo që mund të thoni si u zbuluar pra 7 ditë, ai arriti të qëndronte i ftohtë duke luajtur rolin, pra si i skenoi për 7 ditë edhe si u zbulua. Kush ishte kyçi që e zbuloi, pra që u thye, duke vendosur përballë provave? Kyçi që u thye për faktin sepse masi ndodhi ngjarja, pikërisht ai skenoi, futimi do bënte depistim hetimesh dhe shkruante shoqeve të Ilarias, nga informacionin që ne kemi, shkruante pikërisht informacione provizore sepse duke qenë hetimet në vazhdim, informacioni është jo direkt, si të themi, sepse vjen informacioni nga gazetat dhe nga informimet të tjera, por nuk kemi informacion direkt sepse janë hetimet në vazhdim. Ai i skenoi dhe bënte depistim hetimesh që i shkruante shoqeve dhe i shkruante me fjalë dhe familjarëve se mos gaboj. Kështu që ai është inkastruar, si thon, nga disa video që nga shqetësimi i prindërve që nuk gjinin gocën, dhe gjithsesi në raste të tilla dhe policia gjë e parë që bën është merr informacion si nga prindrit dhe nga personat e afërm për të parë çfarë ka bërë viktima në momentet e fundit. Normalisht duke parë faktin që ka qenë në prani të fejuar, si mund të themi, dyshimet kanë vajtur direkt tek ai, plus ka disa video që nga masi janë zhvilluar disa hetime të tjera, ka disa video që
e kapin atë duke u spostuar me Ilarian dhe duke spostuar kufon. Që janë disa video që kanë organet e policisë kanë arritur të rekuperojnë. Për sa i përket Ilaria donte ta lindte, do të thotë që ishte një lidhje konfliktuale që nuk ishte lënë, kështu që besoj se ishte në fazë lënje, prandaj është ka vajtur tek shtëpia e Markut dhe siç duket sepse marrëdhëniet përpara kanë qenë të mira sepse vërtet që prindit nuk donin, po siç duket prindit ishin në dijeni të lidhjes. Prandaj besoj se ka qenë dhe ky nga ana e Ilarias mund të qenë dhe një mirëbesim. Fakti që ai jetonte me familjar dhe nuk mendonte që të bënte një gjë të tillë. Kjo për mendimin tim. Avokat, kam dhe diçka të fundit, feminicidi një shqetësim i madh, në problemi i madh në Itali. Edhe duket që sikur kjo ngjarje ka shërbyer edhe për shpejtimin e nismave ligjore për të forcuar kuadrin ligjor, pra kodin penal. Po, ju konfirmoj se në datë 7 mars, që është ditë e gruas, Këshilli i Ministrave Italisë, pikërisht në bazë këtij fenomeni që po bëhet gjithmonë problematik për Italinë, ka propozuar një projekt ligj që parashikon futjen në kodin penal italian të një norme të re për feminicidin, një neni 577 bis i kodit penal, i cili aktualisht është në fazë projekt ligji, ka kaluar, se mos gaboj, në 1 prill në dhomën në komisionin e Senatit të Italisë dhe pritet, shpresoj sa më shpejt të futen kjo norme e re, e cila pikërisht parashikon dënimin me burgim të përjetshëm në rast vrasje të një gruaje ose femre, siç shpresojmë përveç faktit si thon futjes së kësaj normative ligjore, duhet me marr si mas mendimit tim, duhet bërë dhe sensibilizim, sepse ndërshkimi me norma të rrepta nuk mjafton për të kufizuar ose për të ndaluar këtë fenomen që për fatkeq siç tham është shumë në shpërhapje në Itali. Duhet të bërë dhe sensibilizim shoqërisë dhe të marrë masa dhe nga aspektet të tjera, jo vetëm masa ligjore. Avokat, duke uruar që ngjarje të tilla të mos ndodhin, unë falenderoj shumë për informacionet edhe për analizën ligjore, edhe që hodhët dritë për këtë ngjarje këtej Adriatikut. Të jam shumë i njohës për kohën. Ju faleminderit dhe ditë të mbarë.